Përshëndetje miq të Topcast, mirë se vini në këtë episod ku duhet patjetër të falenderojmë dhe sponsorat të cilët janë mbështetës së këtij episodi, duke filluar kështu nga Kefir, i cili është sponsor gjeneral i Topcast, Flow Studio, çunat e montazhit dhe në studion ku ne ndodhemi, Elite Estetik, Vjosa Travel, Square by Beauty, të cilët kujdesen për imazhin tim, Dilvin gjithashtu për lookun tim. Dhe ju falenderoj edhe një herë që jeni mbështetës të Topcast, teksa tani ju ftoj të ndiqni intervistën. Tek oferta që të ndodhi për Izrael, cila skuadër ishte nëse mund ta themi? Ka qenë Hapoel Tel Aviv. Sa e vështirë ka qenë për ty të ambientohesh në kampin Vlonjat? E vështirë nuk ka qenë shumë, me thënë të drejtën. Kur riktheve te Partizani, si e pe situatën? Atëherë ka qenë një Partizan më tjetër. Çfarë marrëdhënie ke ti me presidentin Demi? Marrëdhënie shumë të mirë. Si e sheh Partizanin në këtë? Një mosbesim, një kështu si... Një deklarat pas derbit, presidenti Demi tha që i kanë plotësuar çdo kusht ekipit. Po ta shikosh çdo vit presidenti Demi këtë do thojë. Me qërimet e Tirana, si duket kampionati këtë vit? Tirana dhe Partizani është një e keqe njëra tjetrës, por është e domosdoshme. Nëse do të merreni ftesë në Tirana, do e pranoja apo? Unë jam Demi kuq. Sot në studio kam karakter dhe forcë në fush. Ka fituar 4 vite kampionatin me shëritin e kapitenit, ka fituar kampionat me U19 e Partizanit, e kam fjalën për Valentino Murataj. Valentino, faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit edhe për ftesën. E pas shumë vitesh, jo dali publike në ekran, pas shumë vitesh le të them kështu që kanë kaluar në heshtje për ty larg medjave. Falenderoj që je këtu edhe për të folur kështu për karrierën tënde, për atë sepse janë shumë kurioz edhe njerëzit dinë më shumë për ty pas këtyre viteve. Në fillim të çdo emisioni, pyetja e parë që bëjmë është kush je? Për gjithë ato që s'të njohin ose të njohin pak, kush është Valentino Murataj? Quhem Valentino Murataj, jam shoqëri i Partizanit. E kam ndërtuar këtë karrierë me punë dhe sakrificë dhe dua të luftoj dhe i them të gjithë të rinjve që të luftojnë për ato që duan, duke punuar sa më shumë. Mirë, nisim kështu me këtë shprehje të bukur podcastin për sot. Valentino, si po e përjeton rikthimin tek Partizani? Është një rikthim, është një nder, pasi kam kaluar shumë mirë tek ky klub dhe është një përgjegjësi e imja, pasi klubi ka treguar shumë dëshirë që unë të rikthesha dhe dëshira ishte edhe imja po ashtu. Edhe kam shumë përgjegjësi tani që të arrij sa më shumë se ato që kam arritur dhe duhet që të punoj më shumë dhe të sakrifikoj më shumë. Dhe sukses. Jam më i uritur se sa kur erdha në fillim. Okej. A ishte ky një rikthim emocional apo profesional më shumë? Shiko, ishte unë dëmtimit që pata në Europë me Partizanin, vendosa të largohesha, pasi e kisha të pamundur ta ndihmoja skuadrën ashtu siç unë doja. Dhe ka qenë prandaj kam pasur sepse ishte një gjë shumë e rëndë për mua, pasi operova gjurin, ngela një vit jashtë fushë. Tani ndihem më mirë, jam më i fortë, jam me një uri më shumë, si të them, dhe jam gati për sfidat e reja. Siç e prek edhe pak ti dëmtimin që të ka ndodhur pasi u largova nga Partizani. Kjo ishte një nga arsyet kryesore që të u largove. Domethënë nuk është se ishe as dëshirë e klubit dhe as e jotja. Kjo ka qenë një bisedë mes meje dhe presidentit, pasi unë kam mbaruar ndeshjen kishim ndeshjen në Europë me Marseille, luanim në Maltë. Imagjino ndeshjen e parë kam shënuar gol këtu dhe kam pasur një ofertë në Izrael për të ikur. Dhe kam seduar me presidentin dhe kemi rënë dakord që unë të shkoja. Pastaj ndodhi ky dëmtim, ndeshjen e kthimit në atje dhe patë një bisedë unë vendosa Portalit, pasi patë një projekt që ishin në kategorinë e parë për të ngjitur Superligë dhe të përvazhduar më shumë. Pavarësisht se nuk shkoi siç duhet, se futbolli tek oferta që të ndodhi për Izrael, cila skuadër ishte nëse mund ta themi? Ka qenë Hapoel Tel Aviv. Ka qenë Hapoel Tel Aviv një emër shumë i madh për futbollin izraelit, po atë vit
ishte në kategorinë e parë dhe tani është ngjitur në Super League, unë ngjita atë vit. Kisha me shumë dëshirë shkoja, po ndonjëherë nuk i dihet, kështu që sezonin e kemi përpara, merkaton gjithashtu, shpresoj mos kesh më dëmtime një herë dhe pastaj nuk i dihet nëse të vjen edhe një ofertë akoma edhe më mirë se ajo. Çfarë ka ndryshuar tek ti si lojtar që kur ishe tek Partizani e tani që e rikthyer? Normalisht me kalimin e viteve njeriu si njeri dhe si lojtar janë pjekur më shumë, normal. Pasi kur je i ri ke atë entuziazmin, atë dëshirën e madhe dhe ndonjëherë bën dhe gabime. Tani me moshën kalojnë dhe mëson shumë gjëra sepse sfidat arrisin dhe jam më i fokusuar tani tek këto synimet që kam dhe shpresoj që t'i arrij me sukses. Të erdhi oferta nga Flamurtari, gjatë asaj periudhe jo të mirë për ty, le të them kështu. Si ishte eksperienca jote atje? Ka qenë një ofertë shumë mirë nga presidenti dhe i dëshirë e tij që unë të isha pjesë e Flamurtarit dhe ajo më bëri më shumë, se ika nga goli në Europë, shkova direkt në kategorinë e parë Shqipërisë dhe shumë u habitën, diferencë e marrë dhe shumë u habitën që si shkova atje. Po presidenti Flamurtari është njëri që do shumë futbollin dhe investon shumë dhe ka qenë një dëshirë dhe imja që t'isha pjesë atij projekti. Dhe në fillim shkoi mirë pasi ne u gjitëm në kategorinë superiore, por unë kam pas dëmtime dhe në mars jam operuar se pasi kisha të pamundur më të luaja futboll, duhet ta operoja me patjetër gjurin. Vendosëm ta operonim dhe shkoi siç duhet, gjithë rikuperimi të gjitha, pastaj gjatë kampionatit nuk është se shkuam shumë mirë aty ku kishte klubi pritshmërit. Pasi u investuar shumë, presidenti ka bërë sakrificë të madhe, presidenti Flamurtarit këtë vit ka bërë një sakrificë të madhe për klubin që donte ta shkonte në nivele shumë të larta. Por ndonjëherë në futboll nuk mjaftojnë vetëm investimet. Mjafton dhe menaxhimi apo? Mjafton dhe menaxhimi dhe është dhe me fat dhe njerëzit që zgjedh nuk është se është gjithçka po investove do fitosh. Sa e vështirë ishte kjo periudha e rikuperimit, e operimit, për ty si e përjetove, sa zgjati? Për mua si person, ma kishin bërë shumë, se shumë futbollistë operime kanë kaluar. Ma kishin bërë shumë të frikshme, për mua s'ka qenë thjesht një sfidë që e mora me shumë sportivitet dhe me shumë dëshirë, thash që t'jepja vete sa më shumë shtys dhe t'arrija të rikuperosh sa më shpejt dhe që t'arrija në formën time optimale. Sa zgjati ky rikuperim për të arritur në formën ku je sot? Ajo e ka në protokoll, e ka 8 deri në 12 muaj që të kthesh. Unë në muajin e 4-ta, në muajin e 5, me çam më mend, kam luajtur ndeshjen e parë miqësore. Ju kthyer shumë herë. Ka qenë trajner Garcia Spanjolli te ekipi Flamurtarit dhe më thoshte që kujdes, thoshte sepse protokolli thot kaq, nuk mund të futesh. Dhe më shumë më ka ruajtur, pasi ne futbollistat kur jemi shumë jashtë fushë duam që t'japim ja pse unë s'po luaj, duhet t'jap gjithçka. Jeni tetur për të luajtur, po. Sa e vështirë ka qenë për ty të ambientohesh në kampin Vlonjat, nga Partizani, një ekip elit në futbollin shqiptar? E vështirë. Shkosh në një kategori tjetër dhe në një skuadër. E vështirë nuk ka qenë shumë, me thënë të drejtën, sepse ca lojtarë që kam pasur, që ishin në Vlorë, i kam pasur në për ekipe tjera. Si që është Real Marku, Telushi, edhe me ca lojtarë kemi luajt kundër në kategorinë, edhe njifem, Janku, si ka që kam pas në Ballsh, mos harroj ndonjë tjetër. Dhe i njifja dhe kishim marrëdhënie kështu dhe u ambientova shumë shpejt. Dhe shkoi mirë, me thënë, vitin e parë, pastaj vitin e dytë, siç e folëm më përpara, që nuk shkoi aty ku duhet. Me cilin nga lojtarët aty ke pasur marrëdhënie më të mira, më të ngushta? Aty me Telushin, pasi e kam pasur dhe te Partizani, që dolëm kampion, rrinim, kalonin shumë kohë bashkë. Më pas të erdhi ftesa tek Partizani për t'u rikthyer. E kërkove vetë, të erdhi ftesa, si ndodhi? Na trego pak më shumë. Ka qenë një bisedë me presidentin shumë e thjeshtë, e kupton? Me dëshirën e të dyja palëve dhe vendosa që të rikthehesha te Partizani, pasi e mendosha që duhet ta merresha këtë përgjegjësi dhe që të arrija përsëri aty ku isha. E mendove shumë gjatë apo jo? Jo, nuk e mendova shumë gjatë. Nuk e mendove fare. Pasi kisha premtuar që do kthehesha përsëri dhe ndodhi shumë shpejt dhe më vjen mirë. Kur riktheve te Partizani, si e pe situatën? Çfarë kishte ndryshuar me vitet ku ti ke qenë aty? Kishin ndryshuar shumë gjëra, duhet të them infrastruktura ishte shumë më mirë. Mendoj që është i vetmi, nuk dua ma që jam dhe Partizani, po është i vetmi klub Shqipëri që ka kompleksin e vet. E vërtet, po, ka kushte shumë të mira jashtëzakonisht.
jam habitur kur i kam parë sepse nuk i kapa. Në atë moment për 2 muaj hyn te hoteli i ri. Po. Dhe nuk e kapa dhe me vërtet ka bërë një punë shumë të madhe dhe investim shumë të madh presidenti Demi. Dhe shpresoj që me këto kushte që kemi duhet na motivojnë më shumë dhe të marrim më shumë përgjegjësi për atë fanell, sepse e din tashmë që Partizani është moshë 8 vjetori, është klub shumë i madh në Shqipëri dhe tifozat çdo ndeshje duhet që ta fitosh. Dhe Partizani i kaluar me këtë Partizan që është, atëherë ka qenë një Partizan më tjetër. Tani ky brezëri është pak më ndryshe, mund të them kërkon pak më shumë shpejtësi, do gjërat shpejt, nuk kërkojnë durim, duan të gjithë që ta bëjun, po dhe që të arrinë në nivel, po normal. Okej. Mungon, le të themi kështu pak a shumë dhe fryma në ekip siç ka qenë në kohën përpara, deri diku. Me kalimin e kohës dhe me lojtar me eksperiencë siç kemi tani që është Alban Hoxha që është kapiteni jon i parë, është legjendë e klubit ka 14 vite. Siç është Atanaskovski është me eksperiencë, Kuka që i kanë pasur në ekip një pjesë të madhe Preka, Puxhela, një pjesë Bytyçi, një pjesë shumë e madhe Mehmeti, po them 80% të skuadrës që është tani unë kam luajtur te Partizani. Janë akoma aty. Dhe thjesht këto që kanë ardhur duhet të ketë sa më shumë bashkëpunim me grupin, sepse vetëm fryma e grupit mund të na çojë përpara. Edhe vërtet, cilat kanë qenë personat që të kanë ndihmuar gjatë karrierës tënde, që të kanë mbështetur? Nuk kam pasur nuk do të them se gjithë futbollistat ashtu thonë, por nuk kam pasur në Shqipëri. Unë vi nga një familje shumë e thjeshtë. Babain e kam nasetar, maman e kam rroba qepse, nuk kanë shtyr ndonjëherë, po thjesht ajo dëshira për të arritur dhe ai karakteri im që duhet luftoj për gjithçka vet, dhe më ka sjell këtu ku jam. Kush ta ka dhënë dorën? Ka qenë trajneri i parë që më ka futur në futboll profesionist, ka qenë Albeni Meraj, pasi u vi nga qyteti i Fierit, ka qenë në ekipi Patosit atëherë, ka qenë në Alpetrol, ka qenë në kategorinë e parë. Dhe thjesht ushtrojmë ata, isha 15 vjeç, pastaj shkova te skuadra e Bylisit. 15 vjeç e pa kam bërë debutimin aty, pa mbushur 16 në Super League dhe kam bërë gol ndeshje kupe çerek finale. Pa mbushur 16 vjeç. Dhe pastaj me moshat erdha në Tiranë, kam dalë kampion te moshat e Partizanit dhe dëshira pastaj. Ku ke filluar, ku i nisur të paguhesh në futboll? E mban mend çfarë moshe? 15. Sa ke pasur rrugën tënde të parë? Thjesht atje merreshim kështu, merreshim bonuse. Okej. 100 euro e kishin ato bonuse për ndeshjen. Nëse grumbulloheshe për ndeshjen, dieta që ishin si punë dietash. Okej, po. Dhe po çdo futbollist shqiptar kështu e ka nisur se është diçka që nuk ta jep njëri dorën. Ka qenë dhe kohë atëherë që nuk ta jepshin shumë dorën se nuk i kishin këto transfertat shumë lehtë jashtë. Tani një njeri e ka mundësinë më të lehtë, është reklamimi, imazhi, gjitha, janë menaxherët, janë më të lehtë për të transferuar jashtë. Cila është një nga ato pikat e kthesës në karrierën tënde që do ta mbash mend deri tani, se akoma ke karrierën përpara? Pika e kthesës mund të them që kur shkova që ushita nga Bylisi, pasi bëra mirë atje, shkova te Partizani. Aty ka qenë një e karrierës time që mund të them që bëra një hap shumë të madh, pasi e doja shumë që të isha pjesë e atij klubi, kam qenë tifoz që i vogël. Pasi dola dhe kampion me moshat e më shtua më shumë dëshira për të qenë pjesë për të dalë një herë kampion me ekipin e parë dhe më realizua. Çfarë marrëdhënie ke ti me presidentin Demi? Marrëdhënie shumë të mirë, pasi profesionale, pasi kam kaluar shumë vite në atë klub dhe kemi fituar dhe trofe, kemi shkuar dhe në Europë shumë mirë. Kur ecin gjërat mirë, normal marrëdhënie të mirë do kesh. Si e ndalojmë pak tek aktualiteti, si e sheh Partizanin në këtë pikë? Ka ardhur një periudhë ku Partizani nuk ka qenë fort mirë, ti ke qenë flamurtari, Partizani ka ndryshuar shumë trajner, nuk ka pasur një stabilitet. Si e ke parë? Kur erdha në fillim shikoja që një mosbesim, një kështu si skepticizëm. Po, si mund ta them që nuk mund ta arrinim Europën ose ndoshta edhe kampionatin ta fitojmë dhe kupën. Po me ardhjen edhe drejtorit të ri Agimi Ibrahimi ka bërë një punë shumë të mirë, pasi ka rikthyer shumë lojtar tani në shumë lojtar cilësor në skuadër. Mendoj që dhe me grupin që është bërë që duhet hajde të gjithë bashkë të bëjmë sakrificë më shumë, sepse shumica tani rrinë në kompleks.
Dhe gjithë ajo sakrificë e madhe që të rish çdo ditë bashkë, larg familjes, duhet që të përkthehet në një gjë, në një fitore, se nuk mund ta bësh atë sakrificë kot. Dhe kjo ka qenë bisedë mes kemi bërë pakt që do t'i arrim të gjitha ndeshjet që të shkojmë dhe ne drejt finalforit e pse të cilëmi kampionatin. Ke kaluar gjatë karrierës tënde te Partizani edhe në ekipet e tjera ke kaluar shumë trajner, me eksperiencë apo pa eksperiencë, trajner me emër. Ti e ke lënë kur ke ikur nga Partizani, cili ka qenë trajneri? Ka qenë Orges Shej. Orges Shej, okay. Nga trajner Orges Shej tani kthehesh me një tjetër trajner, le të themi kështu trajner i ri për a biznes superioren për kampionatin ton, Oltjan Krynaja. Si e sheh si trajner, një lojtar që je me eksperiencë, absolutisht që çdo lojtar ka mendimin e vet për trajnerët, për çdo trajner që na spikatës në has gjatë karrierës. Si e ke marrëdhënien me trajnerin, si është marrëdhënia me lojtarët? Është një person që se shoh shumë futbollin në Shqipëri flitet shumë, po e kuptojmë pak. E kupton se gjithë e flasin, po edhe unë nuk mendoja se kuptoja shumë, po kur kalon disa etapa, pastaj s'kam ditur asgjë. Profesor Olti është një trajner shumë entuziazëm, ka dëshirë shumë dhe shumë emocional, normal se është trajner i ri, ka marrë një përgjegjësi shumë madhe të jetë trajner i Partizanit. Dhe po mendoj që po bën një punë shumë të mirë, duke bërë grupin bashkë dhe duke treguar që do të kemi atë mentalitetin e fituesit. Dhe është duke bërë një punë shumë të mirë. Çfarë thot profesori kur humbisni ndeshjen, se shikojmë gjatë gjithë kohës një herë është në fushë aty me ato emocionet e veta, e shpreh më shumë se çdo trajner tjetër i kampionatit ton. Po, është shumë si tip, unë them, shumë karizmatik, është dhe emocional dhe me situata ndonjëherë. Dhe jashtë kontrollit apo? Ajo vjen me eksperiencë, pasi është shumë i ri në profesion dhe ka shumë mundësi të bëjë shumë hapa shumë më të mëdha. Jo, është një mundësi e mirë që ju s'do kujt i jepet. Dhe nuk është se është më shumë europian, nuk është diktator si trajnerët e vjetër në Shqipëri, është më shumë europian. Ja të shikojmë si do funksionon kjo formula europiane, formula e trajnerëve europian tani, se duhet i çik diktator në ekipe. Marrëdhënia me lojtarët aty si e ke? Mirë, normal, pasi i kam pas 8% të skuadrës dhe është një rikthim në shtëpi, pasi i njoh të gjithë edhe. Tifozët, kishin munguar tifozët e Partizanit? Normal. Besoj se të kanë shkuar që gjithë kohët dhe nuk ishin dhe flamurtare, jo? Pasi kam pasi një lidhje shumë të ngushtë me ata dhe shpresoj që t'i bëjmë krenar dhe është një përgjegjësi për ne që duhet ta çojmë Partizanin aty ku duhet, pse jo me një trofe këtë vit. Si e sheh veten në aspektin fizik këtë vit edhe psikologjik? Në aspektin edhe fizik edhe psikologjik ndjej veten shumë mirë, pasi kam kaluar një periudhë shumë të vështirë dhe tani që jam më mirë, them që ku isha, ku jam. Edhe kjo do më shtoj më shumë që dhe të arri formën time optimale, pasi unë tani kam 9 muaj, 10 muaj mbush, tani në fund të këtij muaji mbush kam bërë operimin. Dhe po arrit të kap posibilitin sa më shumë me intensitet që të kap dhe unë formën e dur dhe të arri sa aty ku kam qenë në formën time optimale. A ke pasur një moment gjatë karrierës tënde ku ke thënë që stop, më duhet ta luaj futbollin, nuk mundem? Ka ndodhur apo jo? Jo, se s'është karakterin tim dorëzojmë sfida kaq. Jo, nuk e dorëzuar, përderisa këtu nuk e dorëzuar, por nëse e ke menduar ndonjëherë. Jo, s'e kam menduar. Okej. Momenti më i bukur përveç kthimit të Partizanit gjatë karrierës? Momenti më i bukur është kur dolëm kampion me Partizanin, normal, kur fituam titullin, e fituam te shtëpia e re te Arena Demave, ishte një emocion shumë i veçantë. Pasi ishin edhe shumë polemika ajo ndeshje. Edhe shumë polemika, kur e merr me rivalitet me Tiranën të shijon më shumë. Me shijimin të Tiranës, si duket kampionati këtë vit? Tirana dhe Partizani është një e keqe njëra tjetrës, por është domosdoshme. Se pa Partizani, pa Tirana nuk mundet Tirana, pa Partizani nuk ka derbi dhe ajo është një rivalitet shumë i mirë, pasi e shtyn njëra tjetrën drejt një, si ta them, dy luftimi për të arritur më shumë efektiv. Përmirësojnë veten me atë luftë që kanë midis njëra tjetrës. Po është një emocion i veçantë, pasi luash me Tiranë, është derbi, është tifozësh, ambienti, është elita e futbollit shqiptar. Nëse do të merreni ftesë në Tirana,
Do e pranoja apo? Unë jam Demi Kuq. Je Demi Kuq, që përjetësisht nuk ka shanse, ëh? Mirë se dhe ato që kanë thënë që shkoj kur të Tirana kanë shkuar u kanë marrë ftesa, por si dihet kur karrierës. Po jo, Jo, nuk ndodh. Si të duket skuadrat e tjera të kampionatit? Ja, si ta them, kishim të Tirana me vërtet ka një ekip mirë, unë e thash dhe mbas ndeshjes që ka bërë një derbi shumë të mirë dhe mendoj që Tirana do ta marrë veten dhe do mbijetojë këtë vit, sepse ata ka objektiv se ka pas një siç e ka thënë flamurtari, pasi të dyja kanë bërë një kampionat, se kanë nisur kampionatin siç duhet. E mendoj që do bëjnë kthesën. A kishte munguar derbi? Normal. Çdo lojtar i mungon derbi, pavarësisht që një mund të thoj që është një ndeshje kështu, por çdo lojtar ka atë kur luan derbi ka atë emocionin e veçantë. Derbi ka veçantinë e vet si ndeshje, kështu që si as një ndeshje dhe as një ekip tjetër në kampionatin shqiptar. Formula e Final Fourit si të duket? Është ndryshe edhe nga sezoni i kaluar, këtë herë më përgjithësisht. Mendoj që këtë formulën presidenti i federacisë ka bërë më shumë që të rrisi shikueshmërinë, që rivalitetin në fund, që të vinë më shumë tifoza. Po mendoj që këtë vit është më mirë se vitet e tjera, sepse vitet e tjera ka qenë 2 vitet më parë. Pasi unë humba kampionatin, mund të dilim 2 herë është kampion, unë kampionatin ndeshjen e fundit me Egnatia në finale. Po bëjmë një ndeshje shumë mirë, po fitoi Egnatia, një ndeshje nuk e dihet, mund të luash dhe me këto lloj skuadre mund ta humbësh, se futbolli i tillë është. Edhe nuk më pëlqen edhe për këtë veç faktin që ti luan 36 javë dhe të vendoset vetëm në javën e fundit për një ndeshje kampionati. Se i bie për çfarë i luan ti 36 javë, i bie lodhe shkot. Po tani me këtë formulën e re që është me përgjysmë pikësh, është diçka, një bonus për vendin e parë dhe për vendin e dytë, ato që janë më afër drejt titullit, është një bonus më i mirë që thjesht do të përgjysmojë pikët dhe do jesh njësoj pothuajse, ku do kesh një favor, se edhe 3 ndeshje janë, qofse ti je 6, qofse ti je 8 pikë para, do ngelesh 4, është një bonus shumë i madh. Çfarë ke sakrifikuar gjatë karrierës tënde në futboll? Më shumë kjo ndenja me familjen dhe një personat e tim më të afërt. Gjithë futbollistët këtë thonë. Nuk këtë thonë se nuk është një kohë që duhet të rish gjithë ditën në klub. E vërtet. Shumë ne nesër e kemi në orën 1 duhet jemi prezent në klub, në orën 2 kemi drekën, kemi pushimin 3 orë, në orën 5 është stërvitja, mbaron në orën 7, do hash prap darkën, jemi aty, jemi 9 orë në klub. Dhe kemi vetëm gjumin do vësh shtëpi. Gjatë kësaj periudhe familja të vjen të ndjek nëpër stadiume, na trego pak më shumë për familjen tënde. Familja po, unë jam edhe me 2 motra. Jam edhe me 2 nipa, me 2 çuna, me 2 të 2 motrat kanë nga një çunë. Është më ndjekin dhe babi është i apasionuar pas futbollit, pasi ka luajtur futboll edhe vet. Edhe ka me qef, vjen çdo ndeshje në stadium, vjen edhe mami, edhe babi vin bashkë, e shohim. Statusi i Valentinos si është? Beqar. Beqar, ëh? Kur se besoj se afër jemi si tasim. Okej, shumë bukur. Shpresojmë jetë në lumtur, pse jo, se ju futbollistët e keni edhe një çështë vështirë për shkak të regjimit edhe kushteve që keni. Por megjithatë asgjë s'është e pamundur në futboll. Objektivat që ke tani te Partizani? Objektivi kryesor është, si ta them, s'do të them individual, por më shumë po ta lidh me skuadrën dhe ekipi nuk ka asnjë, nuk del asnjë individi. Qofse nuk jetë se mirë skuadra, kur nuk do dali individi i mirë. Normal. Dhe të gjithë lojtarët i them që duan të bëjnë atë hapin e madh jashtë Shqipërisë, duhet të sakrifikojnë shumë këtu që klubi të shkojë drejt arenës europiane, të luajë dhe atje të shfaqet, sepse ato ndeshje të shesin, ndeshjet europiane të luajë sa të mundesh kampionat shqiptar. Prap nuk e ka të reklamimin si e ka Kuloz me Hajdukun ose me Astanën, të shohin shumë menaxherë dhe ka një sy tjetër kur ti luan në Europë dhe ke mundësi të bësh një transfer shumë mirë dhe i them që dhe klubi jon duhet të punojmë sa më shumë që të arrijmë një objektiv të paktën ose Final Four ose të fitojmë Kupën e Shqipërisë. Do të bëj një pyetje, ndoshta më takon që t'ju drejtoj juve si pyetje, por thjesht një opinion tuajin. Një deklaratë pas derbit, presidenti Demi tha që i kanë plotësuar çdo kusht ekipit dhe nëse nuk futemi në Europë, kjo është dështim për trajnerin dhe për drejtuesin, absolutisht që edhe për ekipin më pas. Çfarë mendimi ke për këtë? Nëse Partizani nuk futet në Europë?
A është një dështim? Po ta shikosh çdo vit presidenti Demi këtë do thoj sepse investimet që ai ka bërë në klub dhe pagesat që ka gjitha është çdo aty lojtarët të jap një detaj që çfarë kushtesh ka Partizani, lojtarët që duan të shkojnë terapi kanë shofer personal, kanë shoferin e klubit që shkojnë për terapi ose për rikuperu mas neshjes. Kanë dhe shofer personal. Dhe deri këtu ka arritur profesionalizmi në klub dhe normal që është obligim për ne që duhet ta arrijm këtë përveç faktin që Partizani është klub shumë i madh, ka dhe kush shumë mira dhe është detyrim që duhet të arrijë një objektiv minimal. Të paktën çdo vit, mendoj çdo vit. Që duhet dalim me trofe çdo vit, që të quhet objektivi i arritur. Në qartë. Kush mendon se fiton kampionatin këtë vit, këtë sezon? Lufta aty është janë shumë ekipe, nuk po fus vetëm ekipet, 1-2 ekipe, po fus të 5 ekipet janë në luftë pasi nuk e di sa pikë është Vllaznia është në vend të parë. Nuk e di sa pikë është. Me 4 pikë, 5 pikë diferencë shka e tillë. Nëse është 10 pikë, nëse ne do jemi vend 4, Vllaznia është mund të jetë 10 pikë para, po në fund do përgjithësohen 5 pikë, nëse ti fiton të 3 ndeshjet i bie dalësh ti kampion. Dhe po them që të gjitha në luftë edhe nëse do jetë 10 pikë para në fund. Lufta është në javën e fundit, po. Mendoj që Vllaznia ka ekip shumë të mirë, pasi dhe një pjesë futbollistave kanë shumë cilësi si lojtar, pasi unë njoh kam krijuar një grup shumë të mirë dhe do ju them që Vllaznia do jetë pretendente deri në fund, konkurrente shumë e fortë për Partizanin dhe ekipet e tjera, Ignatia, Dinamo, kanë ekipe dhe Elbasani kanë një skuadër shumë të mirë dhe kanë një grup që e kanë mbajtur që vjet dhe tani po bëjnë mirë dhe Elbasani. Faleminderit shumë, për mua ishte shumë kënaqësi që të kisha, ature shumë suksese tek Partizani dhe pse jo vetëm rezultate pozitive. Faleminderit dhe ishte një kënaqësi për ju. Faleminderit shumë. Dhe ju uroj një emision sa më të madh dhe sa më mbarë dhe ty në karrierë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe dhe share emisionin e sotëm, teksa do të shihemi sërish të javën tjetër. Bashkë mirupafshim.